Hello njerëz, sot kom vendosur me u përgjigj pyetjeve që ju I keni bërë sa I përket punës. Para se me fillu me u përgjigj pyetjeve, unë veç po du me ju falenderoj jashtë mose këtë njerëzit që kanë shumë të shqetësuar, ju mni shumë e vlerësuar dhe ju paça gjithmonë. Pyetja e parë që po du me ju përgjigj është se pse është skut që ka qëmë syni edhe pse jo më kanë e ajne që ka qëmë. Unë vazhdoj me kanë halo e ajne, syni nuk është që mu ka heq komplet e kuqa, po është mëse normale për derisa ti ke pas një ndërhyrje. Unë edhe herën e parë, edhe herën e dytë, 2 herë jom kanë shumë e ajne, se e kom bu ma shumë për frymarrjen mbrenda. Edhe për shkak që ti ajësh që ka shumë, mundet me të pëlsit kapilarët e synit edhe bot skuqa, po nuk është diçka për me u shqetësu, unë e shoh, edhe veç është pak shqetësuese me pa veten që shto me sy të koq, po nuk është diçka për me u bo shumë tragjike. Pyetja tjetër është e Ilirianës. S'po të bëj pyetje, veç po të thëm që fort kena hek në qëtë kohë. Zamër, na kanë ra mësysh, s'kan la magji para mo. Pse bëret përsëri, a ke thonë që ke dale e knaqne. Une e kom operu, dhe me thonë kësa herë është hera e tretë. Herën e parë e kom operu për shkak të frymarrjes dhe për shkak të estetikës. Po estetika ka dalë bukur, po frymarrja nuk ka dalë mirë. Herën e dytë unë direkt mas operacionit parë, s'ka shku 3 muaj ditë unë kom pas aksident, që kom pas të detyrueshme pas aksidentit me operu. Edhe nuk është që ka pas sukses në frymarrjen brenda. Edhe kote fundit fillova edhe domethënë me gërhat, edhe nuk është që unë isha mirë, edhe thjesht më isha me marrë frymë, edhe momentin që unë kisha grip ose isha eftofne, shkoj ke tu mu përkecu gjendja e frymarrjes dhe më kap ke si panik si anë, kështu që vendosa me bote doktor zgjimi. E saj përket estetikës, e kom prek pak majën me qënë se vetë se u futa në operacion, deshta veç pak me ngrit majën, po nuk muj me pa për momentin e rezultatin, se është hala shumë herët, I ka veç 2 javë, po rezultati hunës shifet mas një 6 muaj e 1 vjetë dikur. Pyetja tjetër është se kom pas dhimbje. Kom pas dhimbje ditën e parë, por nuk janë kanë dhimbje të pamenaxhueshme. Vetëm sen që unë shqetësona mas një operacionit është që unë jam e ajne dhe nuk muj me pa rezultatin se jam dashma në horoskop edhe menzim pritet me pas rezultatin edhe me pas suksesin, po duhet me pas durim. Pyetja më e zakonshme u kanë se sa ka kushtu una, që du me kanë shumë e sinqert me juve. Une edhe pse jam pjesë e showbizit edhe fytyrë publike, nuk shkoj kërkon me I thonë une këshire kush jam edhe tash s'kam nevoj me pagu. Une gjithmonë I thonë që une du me pagu, po masanena në qofse një klinik ose çfarë do lloj biznesi, shpreh interes me bashkëpunu, normal që janë kushtet e mia. Operacioni hunës për herën e dytë ose herën e tretë kushton gjithmonë më shumë se sa hera e parë, se është rreziku më I madh. Kështu që operacioni jam ka kushtu 2500, po unë kom bo si pjesë të bashkëpunimit, se kom desht edhe mi u tregu njerëzve se pse kom bo, ju e dini që unë çdo sen kom qef me nda me juve, edhe pse ju me ju ndimu, ndoshta dikush e ka një tim problem si korona. Shkoj me pyetjen e radhës, atë fytyrë krejt silikon fals as pak lezet I femnes. Qëre, unë e kom qit këtu ask me question saj përket hunës, po pja kthej, që saj qike se pas ka shkru jashtë mosë shumë shpesh. Në qovë se ty nuk të pëlqen gjeneta, pse dosh me hi edhe me përcjell? Unë realisht në qovë se nuk muj me bajt një njëri, tamam, veç s'muj me bajt organske, edhe s'muj me pa unë s'hi me këshyras nuk më intereson që ka bën asë në trop, asë fëtyr, asë njeta, asë kur gjë, kështu që juve që ju duke që unë jam këtë silikon edhe këtë botox, pse dosh me më këshyr ti mu? Kështu e pra dikën tjetër, mos hop ko. Pyetja tjetër është se cilë persona të ka nejt ofër edhe kush u kon personi që nuk të ka thirrë në telefon. Këto do më thonë janë 2 pyetje njëkohësisht. Persona që më ka nejt ofër ka qenë Edona, shoqja me ngusht, familja, ka qenë Denisa, Dorina, do më thonë që këtë Ina Beautys komplet po thua se stafi, edhe u kon Adri edhe Iliriana. Realisht jam shumë I njohur se për çta njerëz që I kam shumë ofër vetës, edhe që jo në gjendje me ardh deri te one, edhe vështirësh me pa mu mirë, edhe shprehin interes për çdo sen që mu ndodh. Jam shumë e lumtur që I kom pas ofër edhe realisht kom pas shumë nevojë për ta, kështu që do me I falendëru publikisht. Ju dua ju paça gjithmonë. E saj përket personit që nuk më ka thirrë në telefon, thjesht unë jam shëru edhe pa më thirrë te, kështu që
Ti rrugës tale, unë rrugës teme. Kështu që suksese, bye! Pyetja radhës është, a je mirë tash? A ta ka ndru hune komplet ajo? Jo shumë mirë, sa një më e rëndësishme është që unë e po marr frymë, edhe nuk ma ka ndru hune komplet, huna jo të jetë prapa aty, ti mundesh veç ashtin me bo pak ma të vogël edhe me i ngushtu pjesën hunës, po hunën e dikuj tjetër se marrin me ta ngjit ty, kështu që mos u shqetëso. Pyetja radhës është, unë po du me bo, ama tut na shumë se shë jashtë mase video të ndryshme qysh qikat bohen. Qëre, nuk ki pse më utut, se përderisa ti e ki doktorin e duhur, edhe ka shumë përvoj pune, nuk ki pse më utut, ti e ndurët e sigurta, nuk mund e shembull me marë ftyrën tem, edhe me thonë për duhunën e gjenite, se operacionet plastike shkojnë pak në strukturën e trupit ose strukturën e ftyrës. Operacioni i hunës nuk është diçka shumë friksuese, i vetëm misan është që duhet me pas kujdes gjatë operimit, që mos me të dëmtu sytë ose ndonjë frymarrje ose çapo di që janë pjesë të mrenda, po kisha sugjeru te doktor Xhimi sepse ish baba. Pyetja tjetër është që a është e vërtetë që zakonisht kur e operon hunën, ma nuk mundesh me marr frymë. Unë nuk kom mujt me marr frymë edhe para operacionit hunës, kështu që edhe kur e kom bo herën e parë dhe herën e dytë, kom shpresu që ka me pas sukses, po nuk ka pas sukses, kështu që hera e tretë u kanë e vërteta, edhe për mu është shumë rëndësishme që ne tash po marr frymë. Ndoshta te shumica e njerëzve morën me kohën që kanë probleme, po krejt varet se te kush e operon. Pyetja tjetër është se a janë kujdes shtafi mirë për ty, a veç pse je fytyrë publike. Këshire, unë edhe kur nuk jom kam pjesë televizionit, nuk dyqysh e kam vet atë pjesën e karakterit që nuk mujnë mu sil kesh me mu, se unë jam këthej direkt, me nëzëspres, e ashtë më pak kur unë nuk jam mirë, kështu që jaf kësha këti, po jo, stafi ka qenë shumë i mirë edhe ka qenë një person që ka punu aty dona, që u kanë shumë e dashne edhe ser unë u friksej që më kap ke panik, dyqysh gjithmonë më ka nejt offer edhe mas operacionit ka nejt gjithë natën aty, kështu që u kanë stafi shumë i mirë.